5 shtetas shqiptar, mes tyre 3 të mitur dhe një 79 vjeçare, janë riatësuar nga Siria dhe kanë mbërritur në Shqipëri rreth orës 1:20. Në mesin e të kthyer është Hajrieta Ushani, 79 vjeçe, e cila kishte udhëtuar drejt Sirisë pas humbjes së djalit të saj. Ai ishte larguar drejt Sirisë për t'u bashkuar formacioneve të ISIS. Ushani kishte shkuar në Siri me qëllim marrjen dhe kujdesin për niprit e saj. Pas rënies së kontrollit territorial të ISIS, ajo kishte mbetur në kampin Al Hol, ku për vite me radhë kishte jetuar në kushte të vështira. Sipas të dhënave, 79 vjeçaria vijoi të kujdesej për fëmijë të mitur, mes tyre edhe 2 fëmijë jetim që ndodheshin nën kujdesin e saj. Procesi i kthimit u ndoq në aeroportin e Rinasit nga ministri i punëve të brendshme Besfort Llamadhari, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Rita, koordinatoria kombëtare kundër ekstremizmit të dhunshëm Lejdi Dervishi, si dhe përfaqësues të institucioneve të tjera të përfshira në operacion. Mirë se u kthyet në shtëpi, shkroi ministri Llamadhari në rrjetet sociale, duke publikuar dhe pamje nga momenti i riatësimit. Operacioni është zhvilluar në kuadër të përpjekjeve të institucioneve shqiptare për kthimin atë dhe të shtetasve që ndodhen ende në zonat e konfliktit dhe në kampet e Sirisë. Procesi po vijon përmes bashkëpunimit me strukturave të sigurisë, diplomacisë, shëndetësisë dhe arsimit, me synim kthimin e sigurt të shtetasve shqiptar dhe ofrimin e asistencës për rehabilitimin dhe integrimin e tyre. Institucionet shqiptare kanë bërë të ditur se puna do të vijojë edhe për shtetasit e tjerë që ndodhen ende në Siri.